Posta shqiptare dhe ambasada italiane në Tiranë kanë nënshkruar të mërkurën një marrëveshje bashkëpunimi për kryerjen e shërbimit postar ekspres të legalizimit të dokumentave të studentëve shqiptar. Drejtori i postës, Ardit Çela, tha se kjo marrëveshje do t'ju vinë në ndihmë studentëve për të aplikuar në universitetet italiane. Pas paraqitjes fillestare që do të kenë studentët në ambasadën italiane, gjithë dorëzimi i dokumentacionit të dukur që duhet për të marrë përgjigjen përfundimtare do të bëhet pranë zyrave postare dhe aty më pas do të marrin edhe dokumentat, pasaportën dhe përgjigjen përfundimtare. Dhe gjitha kjo do të jetë me një sistem të unifikuar pagesë dhe është pikërisht tregues i vullnetit tonë si posta shqiptare për të shërbyer sa më mirë stresave të tilla sikurse janë edhe studentët të cilët meritojnë që nga institucionet shqiptare të kenë trajtim tjetër dhe të kenë trajtim preferencial. Ndërsa ambasadori italian në Tiranë, Massimo Gajani, tha se nga marrëveshja e nënshkruar është bërë mundur dërgimi dhe legalizimi i dokumentacionit të nevojshëm brenda një kohe relativisht të shkurtër. Kjo u shpreh ndër të tjerë ambasadori Gajani do të mundësohet edhe me një kosto mjaft të ulët nga ana e studentëve. Ndërkohë, drejtori i postës shqiptare dhe ambasadori italian ranë dakord që ta zgjerojnë edhe më tej bashkëpunimin mes dy vendeve.